Por erën e parë, për të gjithë fëmijët e qytetit të Vlorës, nxënësit e shkollave dhe jo vetëm, ngjitet në skenën e teatrit të kukullave shfaqja Perla e dritës së detit, një shfaqje kjo e realizuar me mjeshtëri nga regjizori Eduard Ismaili. Vet Ismaili tregon se shfaqja do të ngjitet për herën e parë në skenë të njëjtën në orën 11 të mesditës dhe është menduar që për shkak të festës së 1 qershorit, kjo shfaqje të jepet për disa ditë me radhë në një maraton deri ditën e diel në festën e vogëlushve. Ismaili thos se kjo shfaqje transmeton disa mesazhe tek fëmijët, por mbi të gjitha ju tregon atyre ta duan dhe ta mbajnë pastër mjedisin dhe veçanërisht detin. Atëherë është mesjavë me një arsye të vetme pasi ne po përgatitemi për festivalin e Pogradecit, festivalin mbarkombëtar të Pogradecit, me që janë edhe festat, është dhe festa e fëmijëve, data 1 qershor, menduam ta sjellim të njëjtët të premte të shtunë të diel, 29, 30, 31 dhe 1 qershor, që edhe shkollat të marrin pjesë, po dhe gjatë fundjavave të gjithë fëmijët e qytetit. Është një pjesë që po them origjinale në llojin e saj, sepse ka shumë fabula brenda, jep shumë mesazhe. Ka të bëjmë më shumë me ndotjen e detit, që ne e kemi një pasuri që duhet ta respektojmë, kështu që gjatë pjesës, përveç njerëzve që japin personazheve njerëz që japin atë mesazhin, janë dhe gjallësat në nujore që u flasin njerëzve dhe i ndërgjegjësojnë që ta mbajnë pastër planetin dhe detin në këtë rast. Sipas regjizorit të kësaj shfaqje, Eduard Ismaili, kjo është një shfaqje pa dhënë më parë, që ngjitet për herën e parë në skenën e Vlorës. Ismaili tregon se ka kukulla të reja për publikun, teksa përgjatë shfaqjes ato do të bashkëbisedojnë, do të flasin, do të bëjnë pyetje për ta bërë këtë shfaqje sa më të gjallë. Po është shfaqje e re dhe kukullat janë të reja, do të ketë më shumë dekor se shfaqjet e tjera, dekor të jashtëm, po dhe dekor të brendshëm. Gjatë kohës do të ketë edhe ndërveprim me fëmijët, do të ketë pyetje nga kukullat dhe nga personazhet e tjera tek fëmijët që dhe ata të ndërveprojnë. Është e lidhur ngushtë me publikun. Publiku do të flasi dhe ndërvepron me kukullat. Kështu është menduar kësaj radhe. Teatri Kukullave në Vlorë, me anën e kësaj shfaqje, do të marrë pjesë në festivalin mbarkombëtar që bëhet çdo vit në Pogradec. Ismaili thos se në shfaqjen në Vlorë do të jetë prova e parë matëse e reagimeve që do të marrë kjo shfaqje edhe në festivalin e Pogradecit. Po, është festival mbarkombëtar që bëhet çdo vit në Pogradec. Marrin pjesë nga të gjitha trojet shqipfolse, nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria që janë shumica e trupave. Ne do të konkurrojmë në datën 6 në ora 19. Jemi në qendrën kulturore Razgush Poradeci në Pogradec. Kështu që jemi në një sallë të madhe, prandaj edhe prova jonë e parë, ose më mirë premiera do të jetë në sallën e kinemas, nesër në ora 11. Dhe kjo do të jetë edhe si një matëse se si do të jetë edhe atje, se si do të shkojë shfaqja. Po, kjo shfaqje po bëhet apostafat për festivalin, por ne duhet ta testojmë mirë këtu me fëmijët e qytetit, pastaj do të shkojmë nga data 4 dhe në datë 8 jemi në Pogradec. Realizimi i shfaqjeve të teatrit të kukullave në pamje të parë, kur i sheh nga jashtë duke si një punë e lehtë për të realizuar, por regjizori Eduard Ismaili tregon se për realizimin e të tilla shfaqjeve bëhet një punë kolosale, tepër e vështirë dhe nga ana e aktorëve, të cilët sakrifikojnë çdo ditë me prova të shumta për të sjellë tek publiku një shfaqje të arritur në detaje. Kjo shfaqje është pak, mund të jetë nga më të vështirat që kemi bërë, sepse janë diku tek 7 kukulla dhe luhen nga 3 aktorë. Kështu që 3 aktorë janë me 7 kukulla, në disa momente janë dhe me nga 2 kukulla secili në duar, kështu që ka vështirësinë e saj, por pastaj drita të gjitha e bëjnë dhe më të bukur. Ne kemi testuar ditët e para që e hodhëm në skenë dhe mendoj që do jetë diçka e bukur, e lodhshme për aktorët, po në fund fare do të jetë një gjysmëmosh i bukur për fëmijët. Në fund, Ismaili ka dhe një mesazh për publikun, për fëmijët, të cilët duhet jenë të shumë në numër pjesëmarrës në këtë shfaqje, kësaj ere krejtësisht të veçantë. Ne edhe në rrjetet sociale, po edhe bashkia, edhe kryetari i bashkisë e kanë hedhur në faqet e tyre. Ne i falenderojmë shumë. Unë
i ftoj të marrin pjesë, të jenë këtu, ne do të jemi nga data 29 maj dhe në 1 qershor këtu, pastaj dhe mbas datës 10 qershor do të jemi përsëri, shfaqja do të vazhdoj, pasi të kthehemi nga festivali, të jenë të shumë të numër, të marrin pjesë, do të kënaqen, u asiguroj që është një shfaqje që ka ndryshim nga shfaqjet e tjera. Është më e vështirë, por është dhe më e bukur.